Një nga studiot e televizionit ton, tani janë ullur pra njëri tjetri dy profesorët e nderuar, Sami Bepashi dhe Prenk Mirditori. Dashurmi, si që mund ta kuptoni edhe vetë nga këto dy emra, jemi gati të shohim pak mozaik folklorik. Shoj. Dove ne kemo portuar por Përshëndetje të nderuar teleshikues. Ja ku takuam përsëri në mozaikë folklorike. Sonte Këtë vendi po bërë flok, kush është me bu, zhidh durt nalë, për të prekë, së të prekë, se jo obi i kallë, ka të nërë me zemër, ka të nërë me bolë, fërdesho. Profesore, të lutem shumë. Jo që në fillim ka filluar emisioni, jemi në emision. Kina në emision, ta? Rovdi pra para mirdita, fërdesho. Nderuar teleshikues, sot do të flasim për dashurinë. Ku e gjejmë atë më të bukur, më të pastër dhe më romantike? Sigurisht që dashurinë të tillë e gjejmë vetëm bëdevoll. Qa thot ai taj shesh? Po, profesor. Po që të thobre, pa e kena biber, ma të bukur. Jo, profesore, të lutem shumë, nuk ta lejoj, sepse ne devollinte kemi dashurinë në gjak. Jo keni gjak, po ne kena brek. Si on brekë? Pojtë shesh, prajtë se ne ti jena romantika. Si, pse romantikë? Se ti heshi brek për kaptejnë, bre. Profesor! Po që ashtu jena artaj shesh. Profesor, të lutem. Unë flasë për dashurinë e pastër. Dhe të nderuar teleshikues, për ta kuptuar këtë dashuri të pastër, do të marrim disa fjalë dhe do t'ju gjejmë sinonimet. Sinonimet janë fjalë të kundërta, por që kanë të njëjtin kuptim. Je gati, profesor? Artaj shesh, fëto. Më dëgjo me kujdes. Fëto. Unë të dashuroj. Sinonimi unë... Ta lip. Profesor! Profesore! Po deshe artaj, kam rikën që atje shitërët. Po deshe artaj. Dëgjo me vëmendje fjalën tjetër. Fështo artaj shesh, fëto. Më ka marrë malli, sinonimi... Të preske blari. Ore, profesor! Ore, qa janë këtu që thua? Po sheke shëtaj artaj shesh, po një baj zjo hu të i brej. Shiko, profesore, a të kaloj me mire të njëjsi dhe shumësi? Po fajtësejmi je vë shë zjo se jetoj fështo Dakorte, më dëgjo me vëmendje. Fështo brej. Një dashuri, ca... Dashnore. Profesor! Artaj shesh, a do se kom rikën që atje. Mirë, dëgjo fjallin e tjetër. Po. Me kujdesë. Po. Një puthje, ca... Fejsme. Si o të tizme? Artaj shesh, na di brot kena një zjo. Qaro? Ne nuk të pajsim, ne të fejsim. Profesor! Profesor! Ne të vejmë, ne të... Profesorë! Profesor, të lutem shumë se po dalin nga vetja se jemi në emision. Rëv dibra! Qa është ofto? Artaj shesh. Artaj shesh. Po ne jena romantika, bre. Të lutem, e pas. Po jena romantika se na të hajmë karis. Profesor. Qeco. Të nderuar teleshikues, tani do të shpjegojmë rrethanorin e vendit nëpërmjet fjalisë. Po, bre. Profesor, të kam shpirt, dëgjoje me vëmendje fjalinë. Fështo, bre, se jam e zjuhoti, jo se i pa hafti si toj. Fështo, artaj shesh. Arta, duke bërë dashuri me agimin, tha se duhet të shkonte në shtëpi. Po. Çfarë tha Arta duke bërë dashuri? Shuna, i një të prekullushëm. Ore, profesor, dëgjon nga vishet apo jo, të tha si ishte me agimin. Se la hartoni, da? Kur tho mund që Arta, ku no, bre, shdo të artaj shesh, shdo të i me besu. Profesor, të lutem shumë dëgjoje edhe njëre pyetjen me vëmendje. Çfarë tha Arta duke bërë dashuri? Shashefi, hamshur. Qishte kjo? O shpre Arta, kur ishte të bodi zjo me agjibin. Të nderuar teleshikues, çfarë tha Arta për duke mos e ma more mendje fare mo tash. Po tash, çfarë tha Arta duke bërë dashuri, tha se duhet të shkonte në shtëpi. Ku? Në shtëpi. Se ma u qetrurin.
Jo, jo. Po, ore! Fshto, pra, fshto. Jo, vazhdo ti tash, s'u s'kam të mama, o që të Bursi, ç'ke shtosh, kena me fshtu dashur zhjus, ku jetë qeni, toj në zhju, kena me fshtu me zjedhimin e folje. Ka shqyqyra, qarë folje? Qëtë kena me zjedhu foljet, da ha shu, da Qarë folje, ma, e folje? da ha shu, Që shkjo, ma? kur do me shashtu. Dashuroj, e mora vesh, po e zjedhoj Bre, vetë. bur, fshto, bre, të shesh E fshto. po me lërë, të Po, Unë të dashuroj. jo, bre, jo. Ti më dashurone. O, bre. Ajo më dashurone. Perth, ku pëtë për të ishe jo? A se ke paj vetën sa isho humtut si je, bre? Ore, profesor, jene Terezia, po ju... Gjane, bre, se do të zhidhoj vetë, bre. Dakorte, po për teleshikuesi do të zgjidhoshe në formën mohore, pyetse. Po, bre. Mirë për para pjesës e nuk. Nuk, shtoj. Vazhdoni. U nuk të da ha shu ho. Dashuroje, Toj nuk da ha shu ho. Ti nuk më dashurone. U të kap me zërë, bre. Wow. Jo to, bre, jo to, bre, jo. Jo toj, bre, por për që ato si s'mdo bure, ka me zërbi. Ore, profesor, po qërë janë këto që thua? O? Qërë janë këto që thua? Shështu pra, po unë nuk se du fat me për ku plas mu për ta. Shtoj, bre, Të nderuar teleshikues, më mirë po kaloj direkt te folklori. Le të shikojmë një poezi dashurie nga folklori i Devollit. Po shafa... Më lërë. Shakini ju, bre, shtoj. Hajmali të rënë të pika, uli ngri ato cica. Ato cica gure. Shake, bre. Po shake, toj, shoshi si na të fol për shajt, bre, për shajt i na toj fol. Më lërë. Shto. Ato cica gure, qepe, hajde moje se jam së mure. A je smuta? Po? Po shajka se i sët kjo antibiotika? A ka mundësi, profesore? Bre, A po ka mundësi? shajeni, ju jeni bahadol, bre, jeni bahadol. Ore, jemi në emisionë. Rafdi, bra, fshto, bre, me Folklorin. Tonin, po. Ka urdhëro. E ka për bue. Po? Hik kopil me dorë më sprek, kam 2 mulla në rjelek. Në rjelek i kam 2 mulla, mora njone ta kërkova. A i si mjalt, e zi si bora. Ore, profesor, O, da shke fruta pas buket jo? bas buke, aq shkobolla sa s'disha të tho, bre. Të nderuar teleshikues, ndarjen e folklorit më të bukur e bëni vetë. Ju falenderojmë që na ndoqët nga Mozaik Folklorik. Ka ky i pa hofti dhe ka bu shumë i zjo hohuti rof dibra para birdita. Natin e mirë. Atëri shumë. Po jo.